qeta, unë brita në kuzhinë, shefi po më pret dhe jemi gati sot për të nisur recetën e ditës për të gjitha anvisat, një recetë që besoj do të jetë shumë e shijshme, të paktën kështu duket nga produktet që shoh në tryez. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe Iva, mirë se erdhe edhe sot në studio. Të na mpulsoke sot. Sot kemi një recetë mjaft të thjeshtë edhe shumë të shijshme. Ne preferojmë shumë herë, shpesh herë sa herë shkojmë që në restorante, por sot do të tregoj një variant si mund ta përgatisim edhe në shtëpitë tona. Super, që është? Kemi një mus çokolate. Me do pasi do ishte ndonjë sufle. Jo, kemi një mus çokolate, ndoshta herë tjetër do të bëjmë një sufle. Për këtë recetë do të na duhet çokoladë, vezë, qumësh pana, domethënë pana e ëmbël pasticcerie. Pasi kjo e ka edhe sheqerin vet, ose në të kundër do të na duhet edhe sheqeri. Kemi kakao nga lart kur e spërkasim, pasi ka për dekorin në fund besoj, jo? Pasi e bëjmë dekorin në fund. Dhe një enë banjomari, pasi unë kam hedhur edhe pak çokoladë për të parë edhe tasi mos tribosh. Edhe për të nisur edhe shkrirjen. Edhe për të nisur edhe shkrirjen. Po ashtu kam lënë edhe pak për ta treguar që ne shumë mirë, po si e shkruajnë që të shkrihet në këtë rast çokolada, se shumë persona tentojnë që ta shkrijnë edhe në mikroval. A mund të sjell probleme? Receta më e mirë është, domethënë teknika më e mirë është banjomaria, pasi nuk i jep djegje çokoladës, ndërsa në mikroval duhet të jemi shumë vigjilent, pasi ajo mund të marrë edhe, të themi, të rrëmbehet edhe të marrë një shije djegje. Aromën ka jo të mirë pastaj. Po. Me vërtet. Mirë, do të nisim me përgatitjen e musit të çokoladës. Kemi vendosur në banjomari çokoladën që shefi ka marrë në këtë rast për një person, megjithatë nëse do të duhet për më shumë persona në familjen tuaj, sigurisht që ju do t'i shtoni. Në këtë rast kemi 2 vezë, 100 gram pana kuzhine të ëmbël, edhe sa çokoladë shefi ishte? Janë 2 kokra vezë, kemi 100 gram çokoladë edhe 100 gram pana. Edhe 100 gram, mirë. Shumë mirë. Pra çokoladë dhe pana nga 100 gram. Normalisht do të na dali pak më shumë se sa një racion, normalisht, ashtu si e kam menduar unë. Jesh i bindur për këtë. Mirë, ndërkohë që shefi do të nisi tani, cili do të jetë hapi i radhës, shef? Do të rrafim panën, do të rrafim vezët, do të shtojmë po ashtu edhe të verdhat e vezës në çokoladë. Unë mendoj që kur vjen puna për rrahjen e vezëve apo edhe të panës apo ndarjen e të verdhës së vezës nga e bardha, më duket sikur komplikohet çështja dhe receta, është e vërtet? Po pse? Nuk e di, ashtu më duket. Se di, nuk e di. Mirë, po me këshillat e shefit të duhur kam përshtypjen që nuk do gabojmë, edhe anvisat besoj që do të bëjnë një zgjedhje të mirë dhe një përgatitje të mirë të cerët. Kemi edhe diçka parasysh, ndoshta e përgatisim shpesh herë në shtëpi, e shikojmë në internet ose në televizor kur bëjmë një ëmbëlsirë me qumshin e rrafur, me panën. Dhe pse nuk na del kjo ëmbëlsirë si na doli në internet ose? Pse nuk na del si e shohim në internet ose si e ham në restorant? Si e hanë në restorant, ajo është me receta fikse, pasi pasticceria është një nga të vetmet, të themi, Kusha? Normalisht që është shumë strikte dhe kërkon një precizion shumë të madh në gramatura. Në formulën e ndjekjes. Prandaj nuk del si në restorant, pasi themi hajta hedh edhe këtë se e kam. Ndërsa në rrafjen e panës, kur nuk na lidhet, është pjesa që duhet të jetë e ftohtë. Duhet të jetë e ftohtë dhe duhet të ruhet në temperaturë të freskët. Mirë, ndërkohë që ju ndërkohë po shkrini dhe çokoladën, unë do të marr kohën e nevojshme për të falendëruar të gjithë mbështetësit e rubrikës gastronomisë në programin e Neat, duke nisur nga Bolt SHPK për realizimin e kësaj kuzhine kaq funksionale dhe gjithashtu moderne që ne kemi, duke vijuar më pas me kantinën Shehi në Fark, është kantina ku siguron verën e mirë dhe të shijshme me shumë varietete të rrushit këtu në Shqipëri, duke vijuar më pas me Goodies Farm. Goodies Farm sjell të gjitha frutat dhe perimet, të cilat janë të rritura në fermën e tyre në mënyrën më organike të mundshme. E duke vijuar më pas edhe me Market in Italy, ku na siguron ne të gjitha produktet me të cilat gatuajmë, dhe produktet që shefi ka marrë sot janë të marra në Market in Italy. Por ne po gatuajmë me enët e kuzhinës Depo Casa, e cila është magazina më e madhe e enëve të kuzhinës në Shqipëri, ku ju mund të gjeni të gjitha enët e nevojshme, por mbi të gjitha enë të cilat ruajnë shumë mirë vlerat ushqyese të produkteve me të cilat ne gatuajmë. Ndaj edhe shefat më të mirë gatuajnë me këto enë. Isha e saktë? Le ta themi që Depo është një nga të vetmet që punon me brendet ndërkombëtare më të njohura të aksesorëve të kuzhinës. Ju lehtëson punën kjo, shef? Po patjetër. Po ashtu edhe me çmimet më konkurruese në treg, le ta themi këtë pjesë pasi
Edhe ajo ka të bëj shumë. Mirë. Megjithatë, të gjitha anvisat që duan mbasi të hedhin një vështrim në të gjitha produktet që Depo Kaza ka, shkoni në sajtin depo.kaza.al. Isha korrekte? Se e vërtet. Edhe aty mund të shihni të gjitha një gamë të gjërë produktesh që gjenden aty, por madje mund t'i përfitoni edhe me ulje. Mirë, ndërkohë që shefi tani ka bërë edhe ndarjen e vezëve, pra të verdhës nga e bardha, do të na nevojiten të dyja për t'i përdorur për këtë recetë, shef? Po, do të na duhen të dyja. Të verdhën e vezës do ta bashkoj me çokoladën pasi të ketë shkrirë plotësisht. Ndërsa të bardhën edhe panën do t'i miksojmë bashkë. do t'i miksojmë së Shefi bashku. miksoj gjithmonë në mënyrë manuale, pra të bëj rrahjen e produkteve në mënyrë manuale, nuk përdor makineri, kjo të bën edhe më të sigurt. Dëshiron të nxjerrësh nervat? Unë nuk jam nervoze. Është shumë herët për të pasur nerva, shef. Mirë, e ndërkohë që shefi po bën rrahjen e panës, ku më pas besoj që do t'i shtojmë edhe të bardhat e vezëve, por a ka ndoshta këtu ndonjë marifet, do të thoshim ne në gjuhën tonë popullore, për ta punuar panën edhe për të mos gabuar edhe anvisat, se ndonjëherë mbasi e trazojmë më shumë se duhet, krijojmë një shkum me një konsistencë më të madhe se sa mund të na nevojitet. Pra, cili është raporti që duhet të ruaj në anvisat dhe kujdesi që duhet të bëjmë? Do ta tregoj hap pas hapi, por nëse arrin ta prekësh, është mjaft e ftohtë. Po. E para dhe e dyta, nuk duhet ta ndrojmë shpesh herë dorën se na lodhet ta bëjmë edhe këtej. Mund ta ndrojmë, por jo shumë shpesh. Ka në të cilin e rrahim. Nëse do të shikojmë edhe në mikserat që janë elektrik, rrotullojnë vetëm në një krah, nuk e bëjnë ndërprerjen që të rrotullojnë në krahun tjetër, pasi kjo i bën e pret. Në gjuhën e kuzhinës quhet prerje. Ndaj të pyeta, pra duhet kemi kujdes pra ta rrahim gjithmonë në të njëjtin krah. Edhe vazhdimisht pa tani kur kjo të ngrohet do të thotë që kur kjo të ngrohet do të thotë që është gati? Jo, është një tregues apo çfarë? Nuk duhet të ngrohet. Po si duhet jetë? Duhet jetë e ftohtë që kjo të krijojë atë masën homogjene të themi që të kremit, kremoza. Mirë. Kështu pra duhet të punoni me enët më të mira të kuzhinës të Depo Magazin, sepse arrini edhe të kuptoni se si ti përpunoni produktet. Vijo shefi sepse besoj që jemi në rrugë të mire dhe të mbar. Po krijohet një konsistencë më e trash, po, nga pana, e shohim. Pas kjo tjetë të bërë, ne do të tregoj. Mos duhet t'i shtoj ato dy vezët aty apo jo? Nëse kjo është shkrirë, po, do t'i shtosh dhe do t'i rafësh në pak me lugën. Dërgoj që ti mos e ndërprit procesin. Dy vezët që hoqën veç, do t'i hedhin tek çokolata dhe do t'i përzim bashkë. Shtu shef? Po. Të njëjtën gjë duhet të ndjekim, duhet të ta heqim? Po, pasi kjo ka shkrirë, mund të heqim vetëm tasin nga uji. Uji dhe gjika. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe me përzierjen e çokoladës, duhet ta përziejmë në të njëjtin krah? Jo, kjo s'është. Jo, pra të mulot dora. U bë një masë shumë e trash. Kjo është masa që duhet ketë? Po, aty ashtu bëhet pasi këtë e jep veza, pasi të bashkohet edhe me panën, po ashtu edhe me të bardhat e vezës, do të shikosh. Mendoja, shef, që musi çokoladës ishte një recetë e cila do t'ishte pak më e vështirë, por në fakt e qenë lehtë. E megjithatë, duke qenë se ne kemi përfunduar gjysmën e recetës në një farë mënyre, edhe ti do të vijosh ende me përgatitjen e saj, unë do doja shumë që duke qenë se e bëm gati ëmbëlsirën për të fritur edhe të ftuarën tonë që do të jetë sot, do doja shumë që t'ua prezantoja. Me ne sot në kuzhinë do të jetë Flutura Maçi, ajo është fiktore, ka qenë gjithashtu pjesë e familjes së madhe të RTS-s, ku prej shumë vitesh ka ndarë të gjithë përditshmërinë e saj profesionale këtu si një skenografe, edhe sot kam kënaqësinë që ta kemi në studio. Eja e dashur. Shumë faleminderit për mirë se vjen. Mirë se gjeta. Faleminderit. Eja. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Erndi. Të ftoj të ulesh, të rehatohesh dhe ti je në shtëpinë tënde. Faleminderit. Si ndihesh? Ndihem shumë e nderuar. Ishte një ftesë gazetares shumë të mirënjohur të televizioneve, sidomos të RTS-s, Eva Idrizlari, e cila më tha, Flutra, mund të vish në shtëpinë tonë të vjetër.
kemi punuar bashkë një kohë të gjatë, edhe erdha me shumë kënaqësi. Ju thatë eja tek ne dhe unë ja ku jam. A ndini nostalgji kur riktheheni? Po, shumë, shumë nostalgji. Të shikojmë të gjithë çfarë mase ka marrë. Bukur. Kjo është ajo që na duhet. Mirë, një vezë rraur. Flutura, ne të pritëm me një ëmbëlsirë, po të presim më saktë me një ëmbëlsirë, shefi po e përgatit. Kemi mus çokolate sot për ty, besoj që nuk i thua ajo ëmbëlsirave. Jo, jam shumë e apasionuar mbas ëmbëlsirave. Si marrëdhëniet me gatimin Flutura? Marrëdhëniet dua i kam të mira, sepse duke qenë një zonë shtëpie familjare, dua. Zakonisht artistët e kanë pak të problem, sepse si thosh dashuria e Redit që po gatuan me pasion dhe me kohën e dur edhe me diturin, dhe kohën më të madhe nga i ha arti, dhe të thonë, i përkushtohemi artit. Ku e gjë frymëzimin, Flutura? Frymëzimin e gjej kudo, ku është e bukura. Në jetën e përditshme, në mesazhe më të thella, në kujtime, kudo. Ju keni qenë gjithashtu, e keni hapur edhe shumë ekspozita, brenda Shqipërisë, por gjithashtu edhe jashtë Shqipërisë, ku edhe jeni vlerësuar madje me shumë çmime. Ka qenë lehtë për të, se në Shqipëri padyshim që ke qenë mirëpritur e vlerësuar, pritur nga një shoqëri që të njeh, por nuk është lehtë për shqiptarët për të qenë jashtë kufive të Shqipërisë, për të hapur një ekspozitë për të mirëpritur, ndërkohë që ju ja keni dalë. Po, është e vërtet, Iva. Kam operuar dhe më jashtë kufive të Shqipërisë, sidomos me Amerikën, dhe kam qenë shumë e lumtur kur, sidomos në portretet që unë realizoj shpejt, Amerikanët thoshin, it's me, jam unë. Edhe me shumë emocion dhe kjo më jepte një besim akoma më të madh te puna ime dhe te aftësia ime për të kapur karaktere, po themi, në gjuhën e artit. Cili është ai detaj që i kap një karakteri, që mundohesh në një farë mënyre ta vjedhësh në thonjza për ta bërë pjesë të punës tënde artistike? Me sa kam vënë re unë, kam një aftësi për të kapur vështrimin. Më thonë syt, aty më del pjesa më e gjallë, edhe që është dhe më shpresja, sigurisht, e një portreti dhe një karakteri. Si që themi ne, e i kap në karakter, portretet. Sot, me sa shok e ardhur me mjetet e tua të punës, Me dosjen dhe me dosjen në tënde, me lapsat me vetëm, nuk e di se çfarë do të ngacmoj deri në fund për të hedhur në letër. Ju të dy jeni kaq të bukur dhe kaq mikpritës, sa që do doja t'ju realizoja të dyve. Faleminderit. Po e filloj me Nisem me shefin një herë, në rregull, nisem me shefin një herë, se duket se ka dhe punën më të vështirë dhe mbasi duke qenë i përqendruar mundet të të ndihmoj aty, po ndërkohë edhe shkëmbejmë bisedën bashkë edhe na tregon mbase më tej cili ka qenë vlerësimi më i bukur që ke marrë rreth pikturës? Nëse do mund të veçosh një. Pyetje pak e vështirë, por unë besoj që çdo kompliment edhe çdo kompliment edhe çdo të lumshëm duart e kujdo që mund ta ketë thënë apo sa e bukur, sigurisht që është një vlerësim për ju. Mbasi diçka që mundet ta veçoni edhe tani duke thirrur pak kujtesës, dikur ka ardhur në studion time zonja e ambasadorit amerikan, limpretit, po themi, dhe është befasuar sidomos nga portretet e mia. Dhe në bllokun e përshtypjeve që unë i lë gjithmonë aty për ekspozitat e mia, ajo shkroi shumë bukur të gjitha punët, por je shumë e veçantë në portret. Kjo ishte, si thuash, një pikë kulminante në krijimtarinë time, se aty unë kuptova që unë kam interesante më shumë në portret, sepse deri në atë kohë punoja më shumë natyra, qeta, peizazhe, dhe kjo më dha një besim që unë kam interesante më shumë në portret. Që për asaj kohe dora ime u bë më e sigurt, se sigurisht artisti ka nevojë për këto emocione dhe për stimulim dhe për vlerësim të gjithhershëm. Vërtet. Ndërkohë që nuk dua të pengoj, dua që të nisësh menjëherë të marrësh frymëzimin tënd dhe kohën e nevojshme për të realizuar edhe portretin e Redit e të shohim ta sjellësh shefin, ndërkohë që unë po postojmë tek Redi tani për t'i dhënë mbase edhe një ndihmë nëse do të ketë nevojë. Atëherë unë jam në momentin e duhur që kam përqendrimin këtu, i bie që nuk duhet të lëviz shumë. Lëviz, tash mbaje vështrimin ulur që të ndihmosh edhe fluturën për të sjellë portretin
ashtu si duhet apo gjysmë portretin, nuk e di se si do ta sjell me zi pres që ta shoh në fund. Tani do bëhem si ato fëmijët e vegjël që kur gatuan te mami kek apo ndonjë ëmbëlsirë, mundohen fusin pak lugën për të marrë pak nga brumi. A mundem ta provoj? Mundesh ta provosh, pasi ta përzij. Po pra pasi ta përzihesh. Të gjithën. Kemi një shprehje në shefi, ma bën me sy. Merë pak. Ka marrë? Pasi kjo duhet të pushoj fatë, për të marrë një Kjo shijen më kështu do thellë. të konsumohet, se unë besoj që edhe kështu është shumë e mirë. Kështu do të konsumohet, Kështu, apo do thjesht më ftohet? do të ftofet pak atje. Për të mpiksur ndoshta? Për të dhënë një shije akoma më të thellë të produktit, të ingredientëve që ka. Normalisht tani është e rrafur dhe çdo gjë duhet të pushoj, çdo gjë që rrifet ose çdo gjë që zihet si buka që duhet të pushoj, edhe këto ëmbëlsira duhet të pushojnë për disa. E mirë është për disa orë në frigorifer. Por ne thjesht do të tregojmë hapat se si e përgatisim, pas edhe një natë po të rrinë frigorifer është akoma më e shishme. Super. Një recetë shumë e mirë, një recetë e shishme, që nga shumë e shishme, më besoni, edhe bëni mirë që ta gatuani, mendoja që musi i çokoladës ishte një recetë e vështirë për t'u përgatitur, por në fakt që nga një recetë shumë e thjeshtë, me 3 përbërës edhe me 2-3 etapa që ju duhet ndiqni me kujdes ta visat të dashura, mundet që ta realizoni në mënyrë perfekte dhe është ideale për fundjavat, nëse doni që të ngjidheni në shtëpi, ti fiftoni të dashurit tuaj, e ti kënaqni një mus çokoladë dhe që do të ishte një zgjidhje perfekte. Dhe shefi nuk e di nëse do t'ja shtosh tani kakaon, se shoh që t'ja apo në fund. Në fund, kur ne të shtojmë edhe musin në format që do ta shërbejmë, aty do të shtojmë edhe kakaon. Mirë. Unë tani po shkëputem pak prej teje shef, ndërkohë që ti edhe rregullon këtu tryezën, por po spostohem tek flutura për të kuptuar nëse ka avancuar me portretin. Wow. Ready. Këto janë skicat e mia të shpejta dhe janë të përditshme. Kudo që ndodhem, kudo ku frymëzohem, unë kam këtë dosjen gjithmonë në çantë. Dhe edhe po të mos dija që ishte shef Redi ky që pikturoni, do e kuptoja me njëherë. Ka vështrimin e tij, ka qëndrimin e tij. Shumë e bukur. Shumë e bukur vërtet. Faleminderit. Model bukur, edhe unë besoj, shef, unë besoj që ky portret juaj do zinte vend shumë mirë në restorantin tuaj. Mendon? Po patjetër. Vendosur në një kornizë. Do e kem edhe me shumë nostalgji do. Ja, shikoj. Ja, ta shohim shumë. Bëj pa kokën poshtë. Është shumë e bukur vërtet. Flutura të përgëzoj, e të mendosh që vetëm në disa minuta arriti që të sjellësh këtë portret kaq të bukur. Unë bëra edhe një gjë tjetër, pa e ditur ju, para se të fillonte emisioni, unë bëra Redin. Pa parë njëri. Bukur. Atëherë, këtu është shef Redi që ka kokën ulur dhe po gatuan, shumë e bukur, edhe ky është një moment tjetër para se të nisim me emision, shumë e bukur, shumë e bukur. Mbas ka kapur pamendje aty, Shumë e bukur. Po çfarë dhurate më shef, po sa me fatje, ë? E meritoni. Flutura, faleminderit shumë të lushit duar, vërtet shumë e bukur. Ndërkohë që ne të ftuarit tani presim me një gotë verë dhe do ishte kënaqësi nëse edhe ju shumë aristokratike pritja. Faleminderit. Flutura, ndërkohë që nëse do të rikthehemi punës suaj, ju keni punuar edhe për shumë vite si pjesë e radio televizionit shqiptar në skicimin dhe në krijimin e skenografive të ndryshme. Ndani kujtime të bukura? Shumë. Jashtëzakonshme. Do të thonë këtu ka qenë rinia ime dhe pjesa ime më e denj për artin dhe më me pasion dhe më me energji. Kam realizuar shumë skenografi, sidomos për fëmijët. Dhe bresa më e fuqishme është kur ata hynin në studio dhe ngeleshin, befasoheshin, ua sa bukur. Ky është shpërblimi më i madh për mua. Kam bërë dekore për të cilat edhe drejtoria është krenuar me mua duke shkruar në shtypin e kohës, sidomos në drejtoria asaj kohe zoti Ylli Pepo. Ruaj shumë respekt për gjithë figurat e atëhershme sepse ishin vërtet profesionistë.
Në fakt, skenografia është një element shumë i rëndësishëm në televizion, është ajo, si që tha dhe ju, thërret teleshikuesin për ta ndjekur, edhe është në një farë mënyra edhe një element identifikues i programit. Edhe sigurisht që ju keni punuar ndër vite, e keni sjell veç emisionet të fëmijëve, ka të tjera që keni sjell, a keni sjell ndonjë risi base aso kohë në konceptin e skenografisë? Patjetër që po, ka qenë pikante. Koncerti kur vjen pranvera 1988, skenografia u realizua në Teatrin e Operës dhe Baletit. E veçanta që solla unë ishte që po lidha natyrën, peizazhin ato romantik, ato vura 5 pemë aty, dhe në vend të degëve ishin si pentagram. Dhe sythet që po çelin se ishte pranverë, ishin si abazhur. Dhe pianon e vesha për herë të parë me lastër që kemi pas punu ne, e vesha me dëbar pianon dhe i binte i nderuari Ferdinand Deda, dhe pjesa e përpara ka qenë me lule dele të realizuar me butafori dhe një fushje shile aty me letër kadife. Edhe ka qenë një gjë interesante dhe shumë e veçantë. Ju keni pasur gjithashtu edhe disa eksperienca si gazetare në Radio Tirana. Është një dashuri radio, se thonë për ata persona që ulen të paktën një herë në mikrofonin e radios, nuk shkoputën të më pristaj dhe mbetet lëgjur. Shumë e vërtet, edhe mikrofoni ka qenë një magji më vete. Unë kam realizuar në ato kohë, në vitet 96-98, emisione sidomos për artin figurativ, me intervista nga piktorët, me fjalor të artit figurativ, dhe emisionet asaj kohë janë vlerësuar shumë. E qenë diçka e bukur. Do doni t'i rikthehesh tash radios? Pse jo? Artisti nuk plaket. Nuk plaket, e vërtet. Mirë, i rikthehemi pak një tjetër arti, që është ky që po bën shefi tani, edhe e ka përfunduar recetën, ka përfunduar me musin e çokoladës, ndërkohë që po bën atë pjesën përfundimtare të dekorit. Dhe si do vlerësosh kështu si artiste? Me sa po shikoj unë është e gjitha art. Art, po, se gatimi quhet art, gastronomia. Dhe unë kur gatuaj vetë në shtëpi ose kur bëj gjëra të tilla me merak, gjithmonë i fotografoj. Edhe më duken si vepër artin vete, gatimi dhe fotot. A mundohesh, se duke qenë edhe artiste, duke qenë shumë detajiste, kam përshtypjen për sa i përket të bukurës edhe elementëve të punëve të tua, a do që e tillë të jetë edhe një pjatë, edhe nga ato që realizon vetë? Padyshim. Në çdo tavolinë që unë shtroj, unë kam bler pjata me ngjyra, gjan, gjitha. Tash mezi po pres na ftosh në shtëpi tënde që ti provojmë. Si thua ngjyra, dhe mbasi e mbaroj atë shtrimin, unë gjithmonë bëj fotot dhe më duket se bëra një tablo. Sa herë. Sa bukur. Do të vim si staf se jo, aq më tepër se na josh edhe ideja që kanë ngjyra të bukura edhe të krijuara bukur nga ti. Unë kam përgatitur për... Po, me shumë elegancë edhe servirja nga shefi. Shumë faleminderit. Shef, sa e bukur. Ishte një respekt. E solla nuk do një koktejli. Duket gati si një koktejl, atë doja të thosha. Tani ne mundemi ta provojmë, ja tek e ke servisin edhe të vlerësojmë në fund edhe punën e shefit. Për mua është gjëja që e dua, mësira. Siç e thashim në fillim që kërkon disa orë të pushojnë në frigorifer për t'i ndjerë akoma më shumë shijen, ose shijen më të thellë akoma të çokoladës, të ingredientëve të gjitha që ajo ka brenda, por jo se nuk mund të konsumohet edhe në këtë lloj forme. Është një recetë e thjeshtë që mund ta përgatisim në shtëpi. Lum, kush do duroj që t'jo t'i bëj orët e veta në frigorifer? Po. T'ju bëj mirë. Faleminderit. Unë që nduar qefim. Shumë mirë. Me kalorit si është jo? Ja. Fare. Kjo është, le të themi që kjo është një recetë dietike. Mirë, megjithatë është shumë e shijshme për të konsumuar në fundjavë, të mos abuzojmë gjatë javës, po të lëmë diçka në fundjavë për të shijuar. Tret shpejt. Me vërtet. Tani mundesh t'ja drejtosh ndërkohë që unë konsumoj këtë mbëlsirën time të mirë edhe të shijshme, pyetjen klasike tënden? Ne kemi një pyetje për çdo të ftuar, ndoshta të kapim pak edhe në befasi. E mendova përgjigjen para pyetjes. Ashtu ë? Po. Nëse do më thuash çfarë note merr? Jo, pyetja është nëse e gjithë karriera jote me ato ulje ngritjet që ka pasur do të ishte një recetë, një pjatë, si do ta kishte emrin kjo pjatë? Pjata do ta kishte emrin të gjitha gjërat që kanë ngjyrat e ylberit do ishin në atë pjatë. Do ishte një vepër arti me ngjyra.
Kurse nëse ka notë 10 për këto, unë do të vej notën 20. Faleminderit shumë. Shumë bukur. Yllurat, falenderit shumë që ishe sot me ne në këtë minutazh të gastronomisë dhe falenderit për gjithë artin e bukur që solle, për këtë dhuratë kaq të bukur dhe simbolike që solle për shef Redonin, shumë e bukur vërtet. Por mbi të gjitha edhe që përcollëm një bisedë të këndshme, besoj, dhe shumë familjare edhe për të gjithë teleshikuesit. Uroj shumë suksese edhe urojmë shumë që ekspozita të tjera do t'ju ftoj patjetër. Faleminderit. Antoneta, linja për ty tani më, unë do të vi më një herë sapo të mbaroj musin tim të çokoladës.